me mentalitetin e mendimit për një projekt, e zbërtimit të tij në detaje, e projektimit të elementeve të tij, e stimulimit dhe eksperimentimit dhe në fund të dhënies së një produkti. Prezantim shumë i mirë që mund të bëj maturantëve për të ardhur në fakultetin tuaj. Mund të bëj një pyetje, sa është numri i studentëve që pranoni çdo vit? Një pyetje për të shumë interesante, një pyetje Ke pak hapësira të konsiderueshme që mund të bëhet një thirrje kaq e hapur që të mund të aplikojnë, ndërkohë që kemi një numër. Ne dëshirojmë, e para që do thoja unë, mbasi do ta kisha thënë dhe në pyetjen e parë që bëhet ju, tek ne janë të mirëpritur të gjithë ato që mendojnë që duhen të bëhen inxhinier, dhe kanë në bazë të nevojshme. Një anë është dëshira dhe ana tjetër është i bazë në nga gjimnazi, që është matematika dhe fizika. Unë mendoj në përgjithësi të gjithë ato studentë, sidomos ato që janë në gjimnaz, në drejtimet e profilizuara, në matematikën dhe fizikë, absolutisht, e kanë atë përgatitjen e nevojshme që të vazhdojnë, dhe kanë bazat e nevojshme të vazhdojnë këtë fakultet. Numri i pranimeve? Do të them dhe këtë, ajo që unë kam një çik me radhë dhe dua ta shpreh këtu, dhe që ne ndjejmë dhe do donin që të ndryshonte është informatika. Nuk ka rëndësi se çfarë drejtimi do vinë studentë, do vinë elektronik, do vinë mekatronik, do vinë telekom, apo do vinë në informatik, të gjithë studentët tanë duhet ta njohin informatikën nga domosdoshmëria dhe vërtet, simin e një gjuhë programimi. Më vjen keq ta them, por në këtë drejtim përgatitja nga shkollat e mesme nuk është e Nëse kjo është një pikë tjetër për të mbritur situatën studentëve, kapacitetet tona të mundshme, me ato ambiente që kemi, me ato infrastruktura që kemi, me atë fat pedagogjik që kemi, janë për të pranuar midis 100-120 studentë, to janë kapacitetet tona. Kapacitetet reale. Po sa numri që vjen vjet na kanë ardhur me këto format. Pa noi jemi çikun shumë 120, 135, kjo nuk bën problem. Faktikisht vjet na kanë ardhur 300 studentë. 300 është pak shumë. Basta dhe studentët do t'ju afon vetë, në vrejtet e tyre, nuk kemi kundër hapjes së shkollës, absolutisht, nëse sot ka një shkollë të hapur që është domosdoshmëri. Nuk kemi kundër të mbështetjes të ardhes të një fasia të tillë studentësh tek ne, por jemi të mendimit që përpara se na vijnë këto masa kaq të mëdha studentësh tek ne, është mirë që të kishim infrastrukturën e nevojshme, si nga pikpamja e ambienteve, domethënë sallave të mësimit, të laboratoreve, mbështetjen nga pikpamja e laboratoreve që ne na duan, sepse inxhinieria ka kosto në përgatitjen e studentëve, dhe më tej në zgjidhjen e stafit. Një universitet e krijon këtë mbështetje, pasi këto janë të mirëpritur, po e them dhe ashtu siç e përmendë dhe kolegja ime, në tregun global të punës. Nuk po them në Shqipëri. Edhe pjesa e tregut është, ne nuk duam të thuash me një pyetje të ezarojmë të gjitha përgjigjet dhe të gjitha temat që do t'i vajtëm. Ndoshta është e mira që t'i marrim hap pas hapi. Dëshiroj t'i rikthehem sërish profesoresh Mitrushit. U zgjodh fakulteti juaj tek ato fakultete pilot për të implementuar kartën e Bolonjës, për të zbatuar aty. Përse i kishit mundësit pasi probleme gjatë rrugës dhe më pas të thuash kam ndimin që do të më mbështesin nga ata që tashmë janë sigur janë dysmuar probleme. Ne filluam të parë, ishte një projekt pilot në gjithë Universitetin Politeknik, ka filluar dhe në Universitetin Bujqësor të Kamzës, por si inxhinieri ne ishim të parë, dega elektronik,